Edhe pse Ismail Kadare nuk jeton më fizikisht mes nesh, ai kujtohet përmes veprave të tij të shumta, shtëpisë muze, e cila vizitohet nga turistë nga e gjithë bota dhe jo vetëm, por edhe nga vendas, të cilët kujtojnë me krenari veprat dhe jetën se çfarë ka bërë ky autor kaq i madh në qytetin e Gjirokastrës. Një vit pas ndarjes nga jeta, shkrimtari shqiptar Kadare, më i shquar brenda e jashtë kufive të vendit, është përkujtuar pikërisht në shtëpinë e tij muze, në një aktivitet të organizuar me nxënës të shkollave, të cilët kanë recituar poezi të korifeut të letrave shqipe. Të dy në një qytet dhe radhë shqipin, Sara, edhe më du pak e çuditshme, si edhe kjo vjesht, ky mëngjes, qiejt e ngrisur pa lejle dhe shira, pa ylbër në mes. Sot është një vjetor i ndarjes fizike të shkrimtarit Ismail Kadare. Ndarja nga jeta e gjeniu të letrave na forcon bindjen se ai ishte, është dhe do të mbetet në çdo faqe libri, në çdo kohë do të shkëlqej përmes botimeve që lasi pasurinë më të vyer të një kombi. Me veprën e tij, Kadare i dha zë një kombi të vogël në një botë të madhe, ai mbetet një ndriçues pasi Shqipërisë i la një pasaportë shumë të rëndësishme, atë të kulturës, dhe ne sot në përvjetorin e tij nuk e kujtojmë atë me trishtim, por me shumë mirënjohje dhe falenderime. E falenderojmë gjeniun e letrave shqipe pasi Gjirokastrën, qytetin më të bukur në zonën e jugut, e bëri kryelart në arenën ndërkombëtare. Muzeu Kadare mbetet një ndër pikat më kryesore për turistët, ku në 5 muajt e parë të vitit është vizituar nga rreth 3500 vizitorë vendas e të huaj.